Gjatë ditës së sotme pati edhe një njoftim për humbjen e një jete të një punonjësi të komunales së plazhit. Nuk e di nëse keni info më të detajuara, nëse ka humbur jetën në kryet e detyrës apo në rrethana të panjohura. Ne morëm informacionin nga policia kur u bë publik për të ndjerin, i cili po punonte në ndërmarrjen komunale plazh në sektorin e pastrimit. Unë dua të shpreh ngushëllimet për humbjen, ne do të jemi pranë familjes së tij për të bërë aq sa mundësi do të kemi për t'i ndihmuar dhe për të qëndruar pranë. Personi ka qenë në punë në datën 6 në orën 6 e mëngjesit deri në orën 10:35 nga informacioni që kemi nga kamerat e sigurisë, më tej është larguar sepse aq ka qenë turni i tij. Pas kësaj ore, gjatë orës 16 të pasdites, përfaqësuesi i ndërmarrjes drejtori është kontaktuar nga familjarët për të pyetur a është ende në punë apo a kishin ndjeni për vendodhjen e tij. Dhe nga informacioni jo zyrtar që kemi nga policia, familjarët kanë bërë denoncimin në datën 7. Kjo ka qenë situata, ai nuk ka qenë në orar të punës, pra nga informacioni paraprak se ne nuk kemi pasur mundësi që të vlerësojmë çdo dokument dhe çdo proces punën tonin, duke qenë se kemi qenë gjithë në terren, por një informacion paraprak që mora në kjo ndërmarrje ishte ky. Siç e thash, gjej rastin që të shpreh ngushëllimet e mia.